edhe taktike edhe përmbajtësore me i diskutu para se me njës fushata, nuk e di, slogani, a dijet ku mahet mitingu haps, ku mahet mitingu përmbyllës, qysh do këtë me qëfar risi hyni se cila prej partive si vetën fillim në shtatë. Sot Rikosh. Faleminderit shumë. Njëm Kurangashi, jam kandidat nga lista nga lëvizjeve të vendosje. Për sa i përket aspekteve logjistike, hapja e fushatës këtë herë do ta bëjmë në Ferizaj. Ne do të respektojmë rregullat që janë caktuar paraprakisht nga Komisioni Qendror Zgjedhor. Do të zgjasim për 10 ditë me radhë fushatën ku ne do të ofrojmë zëtimet tona për qeverisin kurthi 4 në 4 vitet në vazhdim. Për sa i përket mbylljes së fushatës, nuk kam informata të detajuara se ku do ndodh, po megjithatë do të publikohet në rrjetet sociale dhe në kanale tjera të komunikimit. Edhe slogani këtë që t'ja pikën, a? Slogani është shumë interesant. Krejt për shtet, e shtet për krejt. Okej. Kjo është slogani. Krejt për shtet, shtet për krejt. Gjithë ideologjin tonë, e në fund që t'ja pikën. Okej.